Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë, duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. Every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio me njëherë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Muzik Plus në ditën e sotme. Unë kam prezantuar shkurtimisht pak më parë. Me ne në këtë moment është bashkuar e ftuara për sot një mikesh tashmë e përhershme Radio Emanuel e programit Muzik Plus, Edleva Tare, e cila është specialiste rajonale e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi. Eva, më lejo të drejtohem shkurtimisht kështu, të përshëndes dhe të falenderoj që je bashkuar sot programit Muzik Plus. Përshëndetje. Është kënaqësi që unë të jem bashkë me ju dhe siç e the pak më parë, jam rrugëtare e këtij pjesë e këtij emisioni dhe e kësaj radio e cila është e mrekullueshme me të gjitha emisione dhe lëshmshmërinë që ajo ka çdo ditë. Falenderoj dhe është kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme duke ju referuar dhe ditës që përkon me kalendarin historik 21 maj, dita botërore për diversitetin kulturor, për dialog dhe zhvillim. Dhe sot do të fokusohemi më tepër në qytetin e Korçës. Prandaj së pari dua të pyes çfarë kuptimi ka për ty personalisht kjo ditë dhe pse është e rëndësishme ta kujtojmë edhe në kontekstin tonë, në kontekstin shqiptar. Ashtu siç e the, 21 maj është dita e diversitetit kulturor. Cili është kuptimi I saj për mua? Është kulturat e ndryshme të cilat bashkohen në një të vetme. Mund ta shpjegoj me pak fjalë ndryshe. Është si puna e asaj tablos, e një pikture shumë të bukur, e cila në të ka ngjyra dhe larmishmëri. Në qoftë se ti mungonin këto ngjyra, sadopak vetëm një e tillë, atëherë ai nuk do ta kishte atë freskinë ose atë bukurinë e saj. Kështu është edhe shoqëria jonë. Shoqëria tonë ka diversitet, larmishmëri kulturash, të cilat vijnë nga komunitete të ndryshme dhe nga etni të ndryshme. Edhe duke referuar edhe eksperiencës tënde për gjatë këtyre viteve si specialiste pranë kësaj zyre, si e përshkruan diversitetin kulturor duke referuar qarkut Korçës, cilat janë komunitetet më të dallueshme dhe nga ana tjetër si shfaqet bashkëjetesa midis tyre? Në qarkun e Korçës ka goxha komunitete dhe kemi goxha larmishmëri kulturash të tyre. Mund të përmend komunitetin Maqedonas, të përmend atë vleh, komunitetin Rom, komunitetin egjiptian, jashtë pjesa ortodokse, pjesa e muslimanëve. Pra, themi që kemi një kulturë nga të gjitha anët, shumëshmëri. Problemi është që këto bashkëveprojnë dhe ne kemi një fat shumë të mirë për shkak që vetë qytetaria korçare gjithmonë është në bashkëpunim me njëra tjetrën dhe respektojnë traditat dhe kulturat e çdo pakice që është në qarkun e Korçës. Kjo ndodh shpeshherë dhe ne shikojmë dhe në pjesën ku unë jam, nëse shikojmë një fest që mund të jetë e një bashkësie dhe një kulture tjetër, është respektohet edhe nga pjesa tjetër e shoqërisë dhe marrin pjesë, sadopak që mund të themi mund të jetë shumë e madhe apo mund të jetë e vogël. Pra, këtu kemi një larmishmëri dhe një bashkëpunim të ndërsjelltë të kulturave të njëra tjetrës. Ka edhe ato anët e saj, të cilat janë jo fort të bashkëpunueshme me njëra tjetrën, domethënë kemi dhe disa gjëra që sfidat të cilat duhet të përmirësohen. Patjetër, si në çdo gjë tjetër, njerëzit përpiqen pse jo edhe në këtë rast të bashkëpunojnë, por nga ana tjetër edhe të bashkëjetojnë me njëri tjetrin në komunitetin në cilin ne jetojmë. A mendon se njerëzit, duke referuar qytetit Korçës, gjithmonë kanë dialog mes kulturave të ndryshme, apo ajo që je duke thënë edhe në këto momente, thjesht tolerojnë njëri tjetrin, por ka shumë pak bashkëpunim. Jemi më tepër të prirur vetëm të jemi kështu tolerant, apo edhe
të përfshihemi të bashkëpunojmë me njëri tjetrin? Shika, mund të them vetëm thjesht tolerancën, ndërsa në pjesën e bashkëpunimit me njëri tjetrin kam ato lepër të dëshiruar. Pse mund ta them këtë? Ne shikojmë atë siç thash më parë, ne në qarkun e Korçës kemi një diversitet kulturash të ndryshme që vinë nga pakica minoritare të ndryshme. Dhe me ligjin që është miratuar për pakicat minoritare, ne shikojmë që brenda për brenda njëri tjetrit, të gjitha këto pakica brenda llojit, edhe pse mund të kenë shumë gjëra të përbashkëta, mund të marrë në këtë rast për shembull për komunitetin rom egjiptian ose për atë maqedonas dhe bullgar. Komuniteti rom dhe egjiptian kanë shumë gjëra të përbashkëta ndërmjet njëri tjetrit, është problemet sociale ekonomike të tyre, por kanë dhe dallimet e tjera që përveç se kulturës, traditës që ka komuniteti rom që është thupra, ose komuniteti egjiptian që ka baltën ose muzikën, shikojmë që komuniteti egjiptian është një nga komunitetet më të integruara në shoqëri për shkak të arsimimit. Dhe kur vjen momenti bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe kur vjen momenti që mund të jetë një martesë ose mund të jetë një pyetje që ne kemi bërë një pyetësor shumë kohë të kaluara me këta të shoqërisë civile në bashkëpunim, ka dalë që ata përsëri nuk e tolerojnë njëri tjetrin, por thonë gjithmonë që jam unë më mirë se sa komuniteti tjetër. E njëjta gjë na ka ndodhur dhe me komunitetin Maqedonas dhe komunitetin bullgar, ku kemi patur tek zyra jonë ankesa që vinë për përdorimin e gjuhës urrëties ndërmjet njëri tjetrit të dy komuniteteve. Pra, edhe pse themi që ka tolerancë ndërmjet njëri tjetrit, edhe pse mund të respektojnë traditat dhe kulturat e njëri tjetrit, mund të jenë pjesë e aktiviteteve ose i festave të tyre, përsëri mbetet që bashkëpunimi është një çik jo fort drejt integrimit të plot në shoqëri. Aty ku duhet të jetë. Si ndikon edukimi por dhe pjesëmarrja e të rinjve në ndërtimin e një kulture patjetër gjithë përfshirëse edhe në qytetin e Korçës? Si ka qenë kjo ndër vite? A ke parë ndonjë ndryshim pozitiv ndër vite? Edhe un kam parë që ju pas here vizitoni dhe shkolla të ndryshme për të përcjellë pse jo edhe më tepër mesazhe, prandaj më trego pak më tepër. Për atë që të po thonit pak më lart Kela, është shumë e vërtetë që nga viti në vit ne kemi ndërgjegjësim, sidomos në për shkollat të vetë të rinjve. Kjo ka ndodhur për shkak të orëve të ndryshme të qytetarisë që ata kanë patur, ku kanë futur programe dhe ku kanë tema që prekin në lidhje dhe me diversitetin kulturor, por prekin dhe me bashkëpunimin që duhet të ketë dhe integrimin e vetë shoqërisë. Ne si zyrë rajonale e komisionerit, në bashkëpunim me të gjitha shkollat, në të gjithë rajonin e Korçës, jo vetëm në bashkinë e Korçës, por operojmë dhe në Pogrades, në Maliq, Devol, Pustec dhe Kolonj, kemi bërë aktivitete ndërgjegjësuese dhe informuese me shkollat, ku kemi qenë dhe pjesëmarrës të aktiviteteve që kanë zhvilluar vetë shkollat, por dhe ne që kemi zhvilluar, iniciativa jonë. Dhe atje kemi parë që është folur për traditat dhe kulturën e një minoriteti të caktuar dhe ju është bërë prezantimi të gjithë të rinjve, të cilët thash në këto orët e lira që kanë të qytetarisë, nëpërmjet pikturave të ndryshme ne kishim shumë para disa kohësh, kemi qenë në Devol dhe ajo më ka pëlqyer shumë në një nga gjimnazet e Fuat Babani që ka qenë në Devol. Një gjë shumë e bukur ishte bërë që nëpërmjet pikturave, nëpërmjet poezisë që kishin bërë vendnxënësit, nëpërmjet eseve ata shprehnin traditat dhe kulturat të ndryshme dhe bashkëpunimin që ata kishte ndërmjet njëri tjetrit dhe informacionin që ata kishin marrë për çdo lloj minoriteti dhe çfarë kulture kishin ata. Dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë dhe ne na ka pëlqyer, sepse ka qenë një nismë, jo vetëm tek ajo shkollë, por në të gjitha shkollat dhe rajonet dhe rajonin e Korçës. Është një punë e madhe në fakt që duhet të bëhet së pari me të rinjt dhe më pas për ta përcjellë këtë kulturë, tolerancë, bashkëpunimi edhe tek brezat e ardhshëm, në mënyrë që ata ta reflektojnë në momentin që do të jenë qytetar. Kjo është një gjë shumë e mirë dhe mua më pëlqen që në kurrikulat ata kanë futur. Ka përmirësim dhe ne gjithmonë e kemi kërkuar që në kurrikulat të jetë e shkruar dhe të jetë orë mësimi e veçantë, jo vetëm një orë qytetarie që mund të bëhet në kuadrin kur është festa e dikujt, por të jetë gjithmonë që njëri me tjetrin
të jetë që në sistemin parashkollor që është klasat e para, nga sistemi i klasave e parë dhe më lart në kurrikulat në orë të ketë të përshtatshme për traditat dhe kulturat e çdo lloj minoriteti, në mënyrë që dhe vetë fëmijët që në këtë kohë të integrojnë dhe të mësojnë për njëri tjetrin dhe në mënyrë të kenë bashkëpunimin, të mos e shikojnë një fëmijë të këtij komuniteti, ta shikojnë me sy tjetër dhe me një ngjyrim jo të mirë dhe të jetë ajo pjesa diskriminuese, por duke sepse ka qenë një mesazh që ne e kemi dhënë më parë, ka qenë na njihni pastaj na paragjykoni. Domethënë për çdo individ ta njohësh mirë, të shikosh çfarë të mira dhe çfarë cilësi ka ai, pastaj mund të çati ta paragjykosh duke e parë nga ana tjetër sociale ose në nivelin ekonomik që ai mund të jetë më poshtë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe më gjatë tek kjo temë, duke ju referuar edhe ditës së sotme, por në këtë moment e shkëputemi shkurtimisht për të ndjekur këngën Këtë dëshirën kam, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel, jeni duke ndjekur programin Muzik Plus. Të dëshirën kam të të nderoj, Zotun me gjithë zemër të adhuroj, çdo gjë brenda meje të jep lavdi, gjithçka është në ty. Zotun zemrën të jap shpirtin tim, unë veç për ty jetoj dhe çdo frymë që unë marr, çdo moment që jetoj, sot ti ke pjesë tek Rikthehemi sërish në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Edlevataren, specialiste rajonale e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi dhe në kuadër edhe të ditës së sotme jemi duke zhvilluar këtë bisedë në studio, prandaj në këtë moment dua të të pyeseva a ka ndonjë iniciativë kulturore, edukative apo edhe komunitare që ti do doje ta veçoje në këtë momente si një model për nxitjen e diversitetit dhe dialogut në qarkun e Korçës.
është siç thash më parë, ne jemi një rajon i cili ka një bashkëpunim të ndërsjelltë ndërmjet njëri tjetrit, duke respektuar të gjitha traditat e kulturat e çdo komuniteti që është në Korçë. Cilat janë iniciativat komunitare, edhe ne si zyrë rajonale në bashkëpunim dhe me institucionet e tjera ose me vetë shkollat dhe me vetë përfaqësuesit e këtyre minoriteteve që po i quaj, kemi qenë pjesëmarrës dhe kemi organizuar aktivitete siç janë ekspozitat e ndryshme, panairet e ndryshme që janë bërë në ditë veçanta, takimet e ndryshme informuese dhe ndërgjegjësuese që janë bërë vetë me komunitetet, bashkëpunimin të ndërsjelltë dhe pjesëmarrja që ka ndodhur me ato. Mund të them që para disa kohësh është bërë në organizimin e 8 prillit, që është dita e romëve, dita ndërkombëtare e romëve, për të njohur traditën e tyre, ne kemi bërë aktivitete që kanë qenë nëpër shkolla. Janë bërë ekspozitat nëpër shkolla, janë bërë panairet e ndryshme në qendër të qytetit të Korçës, ose mund të them për 24 qershorin ose për ditën që kanë komuniteti Maqedonas, pra ose vlehthët ose komuniteti ortodoks për festat e tyre, pra pjesëmarrja në aktivitete atë që thash pak më parë, organizimi i këtyre panaireve, aktivitetet e ndryshme, informuese, ndërgjegjësuese, zhvillimi i ekspozitave nëpër shkolla ose tek biblioteka e qytetit ose në qendër të qytetit kanë bërë që koncertet e ndryshme që janë dhënë kanë bërë që njerëzit, përveç bashkëpunimit që kanë patur me njëri tjetrin, të njohin traditën dhe kulturën e tyre, dhe kjo ka bërë që ata të ecin më parë dhe të mos e kenë paragjykimin për dike, por t'i bashkojnë gjithmonë dhe ta njohin akoma më tepër traditat e një komuniteti të caktuar. E vërtet. Dhe duke qenë se je pjesë e zyrës së komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, le të ndalemi pak më tepër tek ato momentet e vështira, nëse mund t'i quajmë sfidat kryesore që hasnin në mbrojtjen e drejtave të komuniteteve të ndryshme në qarkun e Korçës. E di që mund të ketë shumë sfida, por ato që ti dëshiron t'i ndash edhe me dëgjuesit në ditën e sotme. Pak më lart tash që ka bashkëpunime ndërmjet kulturave të ndryshme që kanë në këto komunitete, por ka dhe sfida, ka dhe diskriminim ose shkelja e të drejtave të tyre. Mund të them që zyra rajonale komisionerit është hapur në Korçë në 2017 dhe kemi 8 vjet që jemi hapur, por mund të them që kemi 15 vjet që ekzistojmë si zyre komisionerit, dhe mund të them që me keqardhje ka sfida të ndryshme dhe ka patur raste të diskriminimit dhe shkeljes së të drejtave të vetë këtyre komuniteteve. Ne kemi patur raste, mund të përmend rastin kur kemi patur shkeljen e të drejtave të komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian për shkak të strehimit, ose nga vetë pjesa tjetër e shoqërisë, ose kanë qenë në raste të vetë komunitetit Maqedonas dhe atij komunitetit bullgar, ku kemi patur ankesa për përdorimin e gjuhës së urrëties nëpër media televizive ndërmjet këtyre dy komuniteteve. Pra sfidat kanë qenë të mëdha, bashkëpunimi ka qenë shumë i madh, por në rastet kanë qenë të veçanta. Dhe kjo ka bërë që ne t'i kemi marrë si ankesa, t'i kemi dërguar, t'i kemi trajtuar dhe të dalim në fund me një vendim ose me një rekomandim që edhe përdorimi i gjuhës së urrëties që është bërë nëpër media nga vetë politikanët ose nga njerëz që kanë qenë me influencë dhe përdorimi për komunitetin rom ose komunitetin egjiptian ose atë që thash pak më parë Maqedonas dhe atë bullgar, të jepet rekomandime dhe të dalin përsëri nëpër media duke kërkuar një falje, por kjo nuk mund të jetë gjë e zgjidhshme, sepse ai sot mund ta kërkojë faljen dhe nesër përsëri mund ta përsërit dikush tjetër. Duhet që edhe tek ta të kemi një ndërgjegjësinë dhe ta pranojë njeriu ashtu siç është, me të gjitha ngjyrat dhe vlerat që ai ka në shoqëri. Se thash, është si puna e asaj pikturës që thash pak më parë, që është një tablo e bardhë ku është gjithë jeta, dhe po mos i hodhe ngjyrat e njëra tjetër dhe po mos arrite që këto ngjyrat i ndërthurësh, nuk mund të dalë diçka e bukur.
dhe në shoqërinë tonë nuk mund të kemi diçka shumë të bukur nëse nuk mund të kemi një integrim të tyre dhe një bashkëpunim dhe respektim të gjitha të drejtave dhe kulturave që kanë në komunitetet. Pra sfidat vazhdojnë të jenë edhe ju shoqërojnë patjetër edhe në punën tuaj në përditshmëri. Në qoftë se nuk do ishin këto sfidat, atëherë nuk mund të ekzistonte zyra e komisionerit. Ne themi që me punën që kemi bërë, me aktivitetet ndërgjegjësuese që kemi bërë me shkollat, me vetë komunitetet e ndryshme, me grupet e interesit, me institucionet, prezantimin që ne kemi bërë nëpër media ka bërë që të njihemi dhe njerëzit të ndërgjegjësohen akoma më tepër dhe të dinë se si ta drejtojnë tek komisioneri një ankesë që ata mund të kenë patur. Dhe kjo na ka ndihmuar shumë. A keni raste të cilat ju vizitojnë në përditshmëri, domethënë cilat janë ato rastet më të shpeshta që ju hasni në zyrën tuaj? Rastet më të shpeshta që ne kemi patur janë pak më parë thash është problematikat e ndryshme ekonomike, për shkak të gjendjes ekonomike, për shkak të racës, për përdorimin e gjuhës së urrëties, marrjen njotës të saktë të shërbimeve që ju bëhet komuniteteve nga institucionet komuniteteve. Mund të përmendim që ne kemi goxha kohë që ndjekim një rast që është segregimi i shkollës në Infrashëri. Dhe unë e kam përmendur shpeshherë. Ka qenë zyra e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi që në 2015 në bashkëpunim me gratë të komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian e kanë ngritur këtë problematik. Shkolla në Infrashi ka qenë para 90-s një ndër shkollat më të mira të Bashkisë së Korçës dhe mbahej si shkollë që nuk frekuentoheshe vetëm nga komuniteti rom dhe komuniteti egjiptian, edhe pse ajo është në një zonë që është mbipopulluar nga këto të dy komunitetet, por kishte edhe pjesën tjetër. Me kalimin e viteve, për shkak të politikave të ndryshme që u bën nga vetë shteti dhe nga donatorët e ndryshëm që ndoryn në atë shkollë në mënyrë që të zbusnin braktisjen e shkollës, bëri që kjo shkollë të krijoheshe një shkollë segreguese, të ishte vetëm me fëmijët e komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian, gjë që e cila në vazhdimsinë e viteve bëri që kjo shkollë të mos kishte një frekuentim dhe mos kishte një cilësi të nxënjes nga ana e fëmijëve, edhe pse mësuesit mund të përpiqeshin fort për t'i sjellë ata në shkollë dhe për t'i mësuar. Çfarë bëri? Bëri që të bjerë niveli i cilësisë së nxënjes nga këta fëmijë dhe zyra e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi ishte nga të parat që e ngriti këtë çështje, edhe pse nga organizatat e shoqërisë civile gjithmonë në përtëreza të ndryshme ishte ngritur si shqetësim, por nuk ishte marrë asnjë mas. Në 2017 zyra e komisionerit 2015 del me një vendim që po ishte diskriminuese, duhet të bëhej një restaurim i shkollës dhe u dhanë dhe disa rekomandime dhe vendime tjera, por këto nuk u zbatuan dhe në 2021 kjo ka kaluar në 2017 dhe deri në 2021 ka qenë në Strasburg dhe ka dalë vendimi i Strasburgut, po është shkollë diskriminuese, segreguese dhe duhet të zbatoheshin të gjitha vendimet që janë dhënë nga komisioneri. Edhe në ditën e sotme, edhe pse është bërë një plan ku marrin pjesë të gjitha institucionet për ta bërë desegregimin e kësaj shkolle, me keqardhje them që deri në ditët e sotme kemi një zbutje, por jo atje ku duam. Ka ende punë. Ka ende punë, janë bërë panajire, janë bërë aktivitete të ndryshme, pak më parë ato që po theshëm për të njohur traditat e këtyre dy komuniteteve, për të njohur kulturën e tyre, janë zhvilluar takime dhe me vetë fëmijët e shkollave të ndryshme, të cilët kanë qenë pjesë tek shkolla në Infrashëri për t'i njohur dhe për t'i pranuar këta fëmijë ashtu siç janë, por është shumë e vështirë. Kërkon një punë të madhe. Jashtë se kemi nga 2021 deri në 2025 është bërë një plan dhe akoma nuk po gjen një zbatueshmëri siç duhet. Sfidat janë gjithmonë edhe më tepër të mëdha edhe vazhdojnë t'ju shoqërojnë në punën tuaj të përditshme dhe disa prej tyre ti je duke ndarë me ne në këto momente, por le të çojmë anën tjetër, ndoshta një histori suksesi që ti dëshiron të ndash me të gjithë ata që janë duke na ndjekur për të bërë kështu ndryshim real për individ apo grupe të caktuara me të cilat ju keni punuar. Histori suksesi.
kemi plot. Sepse këto ju nxisin patjetër edhe ju Shikaj, motivojnë në atë që u bëni. Histori suksese, ne kemi plot. Kemi shumë të rinj, të cilët pavarësisht vështirësive që familja e tyre ka patur ekonomike o sociale, pavarësisht paragjykimeve, kanë mundur që të ecin dhe të integrojnë në pjesën tjetër të shoqërisë. Sot ne ata i kemi të punësuar në për institucione të ndryshme, ose janë të vetë punësuar. Marr shkas këto dhe mund të them është për komunitetin egjiptian dhe për komunitetin rom. Kemi patur një djalë i cili nga Korça, Daniel Hyseni, djalë rom, vinte nga një familje me problematika shumë të mëdha, ka arritur, ka bërë shkollën e lartë dhe sot në atë për shumë kohë ka punuar pranë Ministrisë së Mirëqenies Sociale, ku në atë kohë u hap një zyrë që ka qenë vetëm për minoritetin rom dhe minoritetin egjiptian. Dhe sot atë ne kemi që punon në Budapest. Pra kjo është një sukses, por nuk mund të themi me një, ose mund të them rast suksesi, ka qenë dhe vetja ime. Vin nga një familje e këtij komuniteti. Kam patur sfida shumë të mëdha në jetën time. Në 2005 kam filluar të punoj si drejtuese një organizate që mbronte të drejtat e komunitetit rom, sidomos aty egjiptian, sepse dhe unë vi nga vetë ky komunitet. Pavarësisht backgroundit tim, në 2010 unë kam mbaruar shkollën e lartë. Kam qenë studente bashkë me vajzën, domethënë në të njëjtën kohë. Paragjykimet ishin shumë të mëdha dhe nga vetë rrethi shoqëror që unë kam patur dhe nga individët kishin atë skepticizmin që shiko do t'ja dalësh mban. E kam patur ëndër të kisha një shkollë. Me forcat e mia, me mbështetjen e familjarëve dhe sidomos të bashkëshortit unë arrita ja dola. Kam mbaruar, bëra master, i bëra të gjitha dhe sot jam këtu ku jam. Fal punës, edhe përve këmbënguljes time që kam patur, dhe me këtë kam bërë atë tjetrën që dikush tjetër që nuk i përket kulturës time, nuk i përket komunitetit tim, por të më shikoj ky që jam, kjo që jam, Eva që jam, dhe të më pranoj kështu si që jam. Dhe them që ja kam dalë. Ja kam dalë dhe me fëmijët e mi. Më thënë kam bërë sakrificë. Pavarësisht që kam patur paragjykime, pavarësisht se për shkak të ngjyrës, sfidat kanë qenë shumë të mëdha, ata sot janë dikushi. Dhe unë jam krenare për fëmijët e mi që po pranojnë ashtu siç janë dhe gëzojnë respekt të plot në një shoqëri ku është shumë e vështirë ecja përpara dhe mos qenë e diskriminimit. I drejt për drejt qoftë apo i tërthortaj. Falenderoj vërtet shumë që në një farë mënyre hapi zemrën për të ndarë më tepër edhe nga vetja sfidave tua, por që jam e sigurt janë shembuj të tillë të cilët motivojnë edhe nxisin gjithmonë edhe më tepër gjithë ata që ndoshta ndjen të tillë në këto momente dhe janë duke ndjekur këtë bisedë në studio. Unë Kela gjithmonë e kam thënë dhe them që modelet pozitive ne duhet të promovohen, sepse ngrejmë dhe vetë komunitetin. Në qoftë se ne mund të kemi shumë pak të rinj që kanë mbaruar, ne duhet ata t'i promovojmë, duhet i kemi kudo, duhet i kemi të punësuar, duhet i janë shembull për pjesën tjetër të qytetarisë, sepse t'i pranojmë siç jemi, pjesa tjetër që e kanë shumë vështirë dhe ne e them me keqardhje që arsimimi ka arritur në një nivel për të ardhur keq, ka një braktisje shumë të madhe, se po, për këto komunitetet flas, dhe them gjithmonë që shikoni, unë isha ajo që nuk mundesha dot të ecnja për shkak të paragjykimeve. Shikoni ku jam unë sot. Dhe këta të rinj kanë patur sfida shumë të mëdha në shoqëri, kanë patur sfida që nuk pranohen për të punuar. Dhe besoj që kërkojnë një punë ndërgjegjësuese me familjarët. Ne këtë e bërë rëndësinë e arsimit edhe. Ne kemi bërë dhe vazhdojmë ta bëjmë është me misionin Emanuel, me qendrat e fëmijëve, jam e sigurt po shumë ku aty janë ngritur, ku aty janë organizatat dhe unë them që aty janë ngritur grupet e prindërimit,
të cilët bëjnë aktivitete të ndryshme ose me të rinjtë për t'i nxjerrë këta të rinj nga ajo pesimizmi që ata kanë dhe thonë që shikone nuk mund të eci. Por edhe kurse të ndryshme profesionale. Me kurset profesionale arritën që nënat që kanë fëmijët në për këto qendra të dinë të lobojnë, të dinë të advokojnë, të ngrenë një problematikë që ato kanë dhe unë shikoj që ato janë shumë të afta tani, paraqiten nëpër institucione, dinë si ta kërkojnë jo vetëm duke shkuar, por dinë dhe si të kërkojnë ndihmë për hartimin e një kërkese ose për një problematikë që ato kanë të caktuar. Pra, është puna e organizatës në këtë rast që është Misioni Emanuel, është puna e ndërgjegjësuese që ne kemi bërë si institucioni komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi, është puna që është bërë nëpër shkolla me grupet e prindërimit, e cila ka bërë që edhe kjo kategori të mos jetë më siç ka qenë para viteve 2000, por të ketë një ndërgjegjësi, sidomos detektet të rinj. Patjetër jam e sigurt, si në çdo rast tjetër edhe këtu nevojiten një sër aktorësh, të cilët duhet bashkëveprojnë me njëri tjetrin në mënyrë që rastet të kenë sukses edhe të kemi përmirësime dhe për tematikën në cilën ne jemi fokusuar në ditën e sotme. Do të shkëputemi shkurtimisht për të ndjekur një tjetër këngë dhe rikthehemi së bashku vetëm pas pak në studio, por ndjekim më parë këngën Më shumë dashuri. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Jezu, më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të ta adhuroj me gjithë zemrën time, do të ta adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të ta adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë fuqi,
Rikthehemi sërish në studio në programit Music Plus për të vazhduar bisedën me Eva në ditën e sotme dhe në këto momente duhet të pyes më tepër në lidhje me mekanizmat që zyra e komisionerit përdor për të promovuar barazinë në zona siç mund të jetë Korça, por edhe nga ana tjetër si bashkëpunoni me aktorët lokal, me shkollat, pushtetin vendor, organizata jo qeveritare, sepse unë përmenda edhe më herët në mënyrë që të keni raste suksesi, të gjithë ne të kemi raste të tilla suksesi, është e nevojshme të kemi një bashkëpunim të mirë midis gjithë aktorëve. Atë që thamë dhe pak më lart, zyra e komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi është hapur në Bashkinë e Korçës në 2017 dhe ka qenë vetëm thjesht si zyrë vetëm për të promovuar dhe për të dhënë mbështetje Bashkisë së Korçës. Duke parë që problem dhe ka është hapur në kuadrin e një projekti që zyra e komisionerit qendrorja ka patur me Këshillin e Europës për hapjen e 3 zyrave, sepse nuk jam vetëm unë në Korçë, por ka dhe zyra rajonale në Fier dhe në Shkodër. Pra, të treja këto zyra kanë rajonale, kanë bashkitë e caktuara me të cilat bëjnë aktivitete të ndryshme dhe promovojnë punën që bën në institucionin e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi. Duke parë që ishte e nevojshme që kjo zyrë mos ishte vetëm thjesht për Bashkinë e Korçës, por të ishte një zyrë rajonale dhe të shtriheshe më gjerë, është bërë mundur që në 2018 ne të ishim zyrë rajonale duke përfshirë 6 bashki dhe të ishim dhe më tej. Si e kemi promovuar në zyrën e komisionerit, e cila është puna që ne bëjmë? Janë takimet me institucionet e ndryshme, të cilat të pushtetit vendor dhe pushtetit qendror, të cilat afrojnë shërbime për të gjithë shoqërinë dhe komunitetin ku ne jetojmë. Kemi bërë në fillim prezantimin e punës që bën komisioneri, çfarë është ligji për mbrojtjen nga diskriminimi. Këto janë bërë nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, informuese dhe ndërgjegjësuese, shpërndarjen e fletpalosjeve të ndryshme dhe shumë na ka ndihmuar atë që thash pak më parë, promovimi që ne kemi bërë nëpër mediat. Takimet me grupet e interesit që në këtë rast kanë qenë nënat, kanë qenë personat me aftësi të kufizuar, kanë qenë gratë e një fasonerie, kanë qenë pjesë e qendrave, takimet që kemi bërë me organizatat e shoqërisë civile, prezantimin e punës që ne kemi bërë, çfarë është ligji, kundër ky ligj, kur mund të quhet një person i diskriminuar, cilat janë rrugët që ne ndjekim, mbushjen e një formulari që ne kemi tek zyra e komisionerit dhe kemi është formular standard që atë ju mund ta gjeni jo vetëm duke ardhur tek zyra jon, por ka persona që nuk mund të vinë dhe mund ta gjeni në faqen e website-it zyrës së komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, ose e gjithë puna që ne kemi bërë, promovimi i saj nëpër rrjetet sociale, ka bërë që ne të jemi të njohur. Mua më ka ndihmuar shumë në Korçë, sepse kam që në 2005 që punoj dhe vi nga pjesa e shoqërisë civile, bashkëpunimi me pushtetin vendor, me aktorët e ndryshëm, me pushtetin qendror, me zyrën e punës, me drejtorinë e kujdesit social, të cilat janë të dyja institucione që afrojnë shërbime për personat në nevojë dhe për ata aktorë që ne e tham pak më lart të grupet e interesit, më ka bërë që punën tek zyra e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi ta kem më të lehtë. Por kam patur një sfidë, sepse në fillim institucioni e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi e ka nditur një organizat, jo fitimprurse, sepse është Eva që punon atje dhe mbron interesat e komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian. Por nuk ishte kjo, sepse tek zyra e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi nuk mund të drejtohen vetëm personat që i përkasin kësaj etnie, por mund të drejtohen personat të cilat pretendojnë që kanë shkelje për shkak të gjinisë, për shkak të moshës, për shkak të gjendjes ekonomike, për shkak të shëndetit të tyre mendor dhe personat me aftësi të kufizuar, për shkak të gjendjes së tyre familjare, ku në këtë rast mund të futim nënat që janë kryefamiljare, nënat e ve, ose për shkak të gjinisë, kemi patur raste për shkak të gjinisë dhe për shkak të moshës që nuk janë marrë në punë, dhe këtu kemi patur një ngërç sepse
kur mund të bëhet prezantimi për një hapje vendit pune, ishte mosha e përcaktuar deri në moshën 35, po kemi patur raste. Atëherë çfarë do bëhet? Po, atëherë çfarë do bëhet me moshën që është mbas 35, të cilat janë të aftë për punë, por nuk mund të merresh nga një subjekt privat. Pra puna nuk është bërë vetëm me institucionet e pushtetit vendor dhe qendror, por ne kemi bërë një punë shumë të madhe dhe me bizneset që shiko. Na ka ndihmuar shumë një marrëveshje që ne kemi patur me Inspektoriatin e Punës qendror, ku ajo kontrata që firmoset ndërmjet tyre dhe ndryshimi i saj që të mos jetë tek biznesi të jetë pavarësisht se mund të kemi një ndërhyrje shumë të madhe, por ka qenë ajo ndryshimi që të mos e ketë moshën deri në 35 ose deri 30 ose deri në 25, por të jetë dhe kategoria mbas saj. Zyra e komisionerit ka ngritur dhe një problematik tjetër shumë madhe që ka qenë pensioni social. Dhe ne këtë e kemi çuar me deputetët që kanë qenë në para këtij parlamenti, e kemi çuar deri në parlament. Në takimet e ndryshme që ne kemi bërë me grupet e interesit, prandaj them nuk kanë qenë vetëm komuniteti rom dhe komuniteti egjiptian, na ka dalë një problematikë e tillë. Mosha e pensionit për burrat është 65 dhe për gratë nuk ishte filluar të ishte 62 muaj dhe këto me radhë, por kemi parë standardet që ka qenë në mosha 60 vjeçare. Në qoftë se nuk ishe 15 vjet punë, ti nuk mund të merrje dot pensionin, gjysmë pensioni, por duhet të prishje të vije në moshën 70 vjeçare dhe të merrje atë pensionin social. Tani, çfarë mund të bënte një grua 60 vjeç? Dhe derisa të vinte në moshën 70 vjeçare, këtë 10 vjet çfarë? Atë nuk mund të futesh pjesë dot e skemës së ndihmës ekonomike, sepse në certifikatën e saj ajo mund të ishte me fëmijë të cilët janë larguar nga Shqipëria dhe nuk mund të ishin këtu për të aplikuar për ndihmë ekonomike, nuk merreshin në punë. Ose e njëjta gjë ndodhej, nuk mundesh të punonte. E njëjta gjë ndodhte edhe për burrat që ishte 65. Dhe atëherë çfarë është bërë nga zyra e komisionerit? Është bërë një studim në disa bashki të Shqipërisë, rajone të ndryshme, dhe ka dalë që kjo ka qenë një ndër problematika dhe është dhënë një rekomandim që ne shpresojmë që me planin që mund të ketë, programin që mund të kenë tani, të zbatohet, të ulet paktën mosha e pensionit social dhe tjetë e njëjtë me pensionin që dalin gratë ose dalin burrat. Ankesat që ne kemi, formulari i ankesës ka 30 pretendime për ankesa, shkaqe që janë, dhe në fund fare ne kemi lënë të 30-ën, e kemi lënë për shkaqe të ndryshme. Që do të thotë, në qoftë se individi nuk e gjen dot veten te këto 29 ankesa. 29 pretendime që janë për shkak të moshës, gjinisë, ato që e thash pak më lart, për shkak të fesë, për shkak të bindjeve politike, për shkak të arsimimit. Kemi lënë dhe një që është për shkaqe të ndryshme. Dhe atëherë këtu, më poshtë tek formulari i ankesës, ai bën shpjegimin dhe duhet të ketë parasysh çdo individ ose çdo kanë të drejtë, individ të veçantë, subjekte të ndryshme, një grup personash, por dhe organizata të shoqërisë civile të cilat janë të legjitimuara, domethënë që kanë status, kanë NIP, kanë vendimin, kanë programin e tyre. Dhe në momentin që do t'i drejtojnë, ato duhet të sjellin prova pranë zyrës komisionerit në mënyrë që ne, si drejtori që jemi këtu, si zyra jonale, e çojmë tek drejtoria, tek qendra, atje janë inspektorët e timit që merren me rastin dhe del apo jo diskriminim, në qoftë se ata shikojnë, dërgojnë në institucionit, i dërgojnë subjektit që jemi drejtuar një shkresë për të dhënë informacionin dhe gjëja më e mirë është që bara e provës nuk i lihet individit që ka bërë ankesën ose grupit të personave ose organizatave legjitime, por i lihet subjektit për të cilit ne pretendojmë që ka bërë një diskriminim. Nuk është vetëm për ky ligj, nuk është vetëm për personat që janë autokton, që janë në Shqipëri, por është edhe për ata persona që janë jashtë shtetit, por që kanë shtetësinë shqiptare. Pra ne operojmë kudo. Dhe kjo është një gjë e mirë sepse ju vim në ndihmë të gjithëve.
Më vjen mirë që dhe një shpjegim edhe më të detajuar të mënyrës se si kjo zyrë funksionon dhe nga ana tjetër të gjitha atyre shërbimeve që ofron për secilin prej qytetarëve shqiptar. Dhe duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, çfarë mesazhi do t'ju jepje kryesisht pse jo të rinjve për rëndësinë e pranimit kulturave të ndryshme, por edhe për rolin që secili prej nesh ka në një shoqëri të drejtë? Mesazhi që duhet t'ju jap të rinjve, duhet që pjesë e shoqërisë që ata kanë duhet të kenë të gjitha ata persona, pavarësisht se vinë nga kultura dhe tradita të ndryshme, t'i kenë pjesë të tyre të jetës. Pse? Sepse nga kultura e secilit do komunitet mund të marrin diçka të mirë dhe diçka që atyre do t'ju vlejë në jetë. Pra, njeriu do ta shikojnë, pastaj ta paragjykojnë, ta njohin dhe pastaj ta paragjykojnë. Eva, unë të falenderoj vërtet shumë që ishte pjesë e programit Muzik Plus në ditën e sotme. Të uroj shumë suksese në këtë rrugtim, e di që nuk është i lehtë, ka shumë sfida dhe vështirësi, por mbi gjitha është një punë e mirë që ju jeni duke bërë me qytetarët në rajonin e Korçës, dhe të falenderoj që ishe pjesë e programit sot. Faleminderit ju që më bët pjesë sot të këtij programi, që dha unë të shpreh mesazhin tim në këtë ditë që është shumë e rëndësishme për të gjithë. Faleminderit. Të falenderoj dhe të uroj një ditë të mbarë në vazhdim. Ne këtu përfundojmë bisedën në studio me Evën, por do të rikthehemi së bashku vetëm pas pak, mbasi të kemi ndjekur këngën Jam në shtëpi me Atin, kënduar nga Marcel Firajn.